Gjirokastra ka festuar ditën e verës me aktivitete të shumta në parkun e Virojit. Qytetarë të shumë, të vegjël dhe të rritur u mblodhën për të shijuar atmosferën festive ku nuk munguan muzika, lojrat dhe argëtimi për të gjithë. Sot është dita e verës dhe kemi ardhur këtu të këndojmë, të kërcejmë, të bëjmë qef. Edhe jemi në Virua për momentin dhe unë mezi pres që të argëtohemi. Ka ardhur se dua të festoj festën që të kërcej me shokët, gëzuar ditën e verës. Sot kemi ardhur këtu për të kënduar dhe për të kënaqur. Edhe unë the për të gjithë gëzuar verën, ditën e verës. Sot në Virua kemi ardhur për të bërë një festë të bukur dhe është festë e verës. Jemi me këngën e polifonisë me të gjithë këtu profesorin. Dhe ju uroj gjithë fëmijëve gëzuar ditën e verës. Sot gëzova shumë në aktivitetin që bëm, pasi jam pranvera. U kënaqem shumë, kënduam, recituam. Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi ka organizuar një koncert për të gjithë fëmijët e qytetit. Një koncert shumë i bukur që do kënaqen pa mas dhe me këtë rast përfitoj të ftoj të gjithë fëmijët të bëhen pjesë e qendrës dhe gëzuar. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Flamur Golemi, thekson rëndësinë e aktiviteteve të tilla për qytetin dhe përfshirjen e komunitetit në to, ndërsa ka përcjell urimin e tij. Bukuria sot është në fakt e fëmijët. Si çdo 14 mars ne mblidhemi në parkun e Virojit, në amfiteatrin e Virojit, edhe për të festuar, edhe për të gëzuar, por edhe për të pritur ditën e verës, edhe nga ky shesh, edhe nga ky amfiteatër, për të uruar gjithë banorët e qytetit Gjirokastrës gëzim, shëndet, edhe le të kenë ditë të bukura kështu siç është dita sot, gëzuar ditën e verës. Dita e verës në Gjirokastër solli gëzim dhe energji pozitive, duke u kthyer në një traditë të dashur për fëmijët, banorët dhe vizitorët. Festimet vijuan gjatë gjithë ditës me aktivitete të ndryshme.